Cili është parfumi që ka nisur të diskutohet gjerësisht në botën e aromave? Një lansim i konsideruar si ndër më të guximshmit e vitit, që mban emrin Tales of Amber, kreacioni më i ri nga Goldfield and Banks. Goldfield and Banks është shtëpia e parë e luksit e parfumeve australiane, e cila merr frymëzim nga natyra e egër e kontinentit dhe shndërron në udhëtime përmes nuhatjes. Nga i rikripur i brigjeve tek qetësia përvëluar e shkretirave, çdo aromë është një interpretim i vendit, kujtesës dhe mjeshtërisë. Tales of Amber sjell një interpretim modern të ambergrisit, një prej notave më të rralla dhe më misterioze në botën e parfumeve. Aroma hapet me gjelbrimin mineral të myshkut dhe delikatesën e lulës së portokallit. Në zemër shpalosët pudra e rënjës së irisit e shoqëruar me kanell nga Madagaskari dhe një nuancë myshku. Baza është e thellë, e pasur me labdanum, dru ud australian, vanilje të tymosur dhe ambergris të çmuar nga Zelanda e Re. Të apasionuarit të përshkruajnë si një udhtim në zemrën elementare të Australisë, ndërsa të tjerë quajnë një luks të pazbuluar, natyrshëm të rrallë. Opulent, abyssal, alive. Tales of Amber është më shumë se një parfum, është një histori e gdhendur nga koha dhe natyra, një aromë që mbetet mbi lëkurë si dielli mbi gur. Zbuloje, përjetoje dhe lere të shndërrojë.